Ky ligj shënon një moment shumë të rëndësishëm të shprehjes vullnetit ton për të filluar një operacion tjetër, shumë më të madh se sa operacioni i Lazaratit, operacionin kundër e mbajtjes pa leje. Por na duhet ky ligj për të mos nisur operacione pas Berihajit, se kështu na thoshin dhe për Lazaratin, se nuk hyn qeveria në Lazarat, donin që të hynim në Lazarat të nesërmen që filluan punën. Dhe përgatitjen për caktimin e një operacioni pas një pikë gjaku, donin që ta bënin për një ditë. Kërkojnë që të zbulohet me një herë dora që vrau barbarisht Artan Santon. Harrojnë që akoma sot e gjithë ditën dora që vrau Fatmir Xhindin është e pazbuluar. Deputeti i vrarë tek dera e shtëpisë tij, nuk e kujtohet as Remzi Vezeli këtyre. Kryetari i komunës i vrarë tek dera e shtëpisë tij, kur këta ishin në pushtet. Për bankerën e vrarë duan që vrasja të zbuluar në sekond. Një skizofreni totale. Tjetër botë shohin për veten e tyre, tjetër botë shohin për realitetin dhe për punën tonë. Si shpjegohet që këta flasin eksplozivi dhe eksplozivi plas andej këtej dhe pastaj papritur të pakujtuar s'ka më eksploziv. Dhe këta s'merren më me eksplozivin. Si shpjegohet që fushata e eksplozivit fillon me shtylla tensioni ku shkruhet taksat dhe nafta.